Nga fillimi i javës së ardhshme fillon java europiane e imunizimit me qëllim për të promovuar vaksinimin dhe mbrojtjen e individëve të gjitha grup moshave nga sëmundjet. Vullnet Olomani, drejtuesi i shtëpisë së Gostivarit, institucion përmes së cilit realizohet vaksinimi, tha se të gjitha përgatitjet janë bërë në kohë që edhe Gostivari të bëhet pjesë e javës europiane të imunizimit dhe ka ftuar prindërit që të vaksinojnë fëmijët e tyre. Ju informojmë se java europiane e imunizimit do të mbahet edhe tek institucioni IN, si institucion shëndetësor publik, jemi përgjegjës për këtë fushat e cila ka për qëllim mbrojtjen shëndetësore publike të qytetarëve tanë. Të gjithë e dimë se imunizimi është mekanizëm mbrojtjes për sëmundjet epidemiologjike, ku bëj apel tek të gjithë qytetarët që në mënyrë të rregullt t'i vaksinojnë fëmijët e tyre sepse është në dobi të tyre. Kohët e fundit imunizimi shënon rritje në Gostivar dhe arrin në rreth 85%, thot Dafina Bogdanovska, mjeke pranë shtëpisë së shëndetit në Gostivar. Megjithatë, për të pasur mbrojtje kolektive, ajo përqindje duhet të rritet edhe për 10%, thot mjekja. Ajo sqaron se janë disa vaksina që duhet pranuar që në lindje deri në moshën 18 vjeçare, ndërsa më shumë refuzime ka për pranim të vaksinës MRP, pasi është dezinformuar shumë se e njëjta shkakton probleme ansore, gjëgjësisht shkakton autizëm. Bogdanovska siguron se sikurse vaksinat e tjera, edhe MRP-ja është e sigurt. Naregjanje se vakcinirat së BCG hepatit B vakcina. Fillohet gjatë lindjes me BCG vaksin kundër hepatitit. Në 2 muaj shu vendos të merret vaksina Rota, të cilën e japim tashmë 5 vite, e cila shërben kundër diares. Pastaj vjen vaksina 6 valente, difteria tetanus pertussis dhe hemolus influens dhe streptokokën e njohur te prindërit si pneumokoka. Në moshën 1 vjeçare jepet vaksina MRP dhe post saj kemi edhe një rivaksinim dhe nisim me vaksinime shkollore. Në klasë të parë planohet doza e parë e vaksinës MRP. Në klasë të dytë jepet vaksina Diteper. Vaksina HPV jepet në klasë të 7. Në klasën 9 bëhet rivaksinim me Diteper dhe e fundit është në moshën 18 vjeçare për maturantët vaksina e tetanus. Me vite vaksina MRP është disi jo popullore, por sipas meje kjo është e padrejtë, sepse vaksina nuk është shkaktare për shfaqjen e disa sëmundjeve që nuk dua t'i përmend, pasi ka edhe fëmijë të pavaksinuar që kanë probleme me të folurit apo me zhvillimin. Lindita Gashi, motor kryesore pranë shtëpisë së shëndetit në Gostivar, tha se si vjetër i si është që vaksina HPV, që deri më tani e kanë pranuar vetëm vajzat, do të jepet edhe për gjinin mashkullore. Këtë vit me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, vaksina kundër HPV, e cila mbron virusin kundër kancerit të qafës së mitës, përveç vajzave si ishte dedikuar, ju dedikohet edhe djemve. Ky është një vendim shumë i madh dhe i rëndësishëm për barazin gjinore, për mbrojtjen shëndetësore dhe parandalim të hershëm të sëmundjeve infektive. Ftojmë të gjithë prindërit të informohen dhe të bashkëpunojnë me ekipën tonë të vaksinimit, sepse vetëm përmes bashkëpunimit dhe besimit tonë mund të ndërtojmë një të ardhme më të shëndetshme dhe më të mirë. Gjatë shënimit të javës europiane të imunizimit, shtëpia e shëndetit për të promovuar dhe edukuar popullatën rreth vaksinimit do të vizitojë qerdhe, shkollat fillore dhe të mesme dhe qytetarë në shtëpi. Aktivitetet do të vazhdojnë edhe muajin e ardhshëm, ku më datë 2 maj do të realizohet aktivitet ndërgjegjësues në sheshin e qytetit të Gostivarit, ku do ndahen materiale promovuese dhe do të jepen këshilla dhe përgjigje për çdo dilemë që qytetarët kanë rreth vaksinimit të fëmijëve të tyre.